edhe pak ditë në ndajnë nga udhëtimi shumë i rëndësishëm, i atyre që Allahu a boni nasib, u a mundsoj që me marrë rrugtimin e tyne për Mekë dhe Medine, për ta kryer një farz të Allahut xhaleshanu që është haxh. Natyrisht, ky udhëtim jo vetëm që duhet të përjetohet, por ky udhëtim duhet edhe të kuptohet. Pra jo vetëm përjetim, por edhe kuptim. Sa herë që afrohet periudha e haxhit, sa herë që përmendet haxhi, neve direkt na shkon mendja te mundësitë materiale dhe fizike të personit që po don me shku në haxh. Mirë po harrojmë një gjë ma esenciale, ma të madhe, ma kryesore, e që është gjendja shpirtërore e personit që po don me marrë këtë rrugë dhe për me i vizitu këto dy vende, Mekën dhe Medinën. Në ajetin që Allahu e ka bo obligim haxhin, Allahu xhaleshanu thot kështu: për hir të Allahut, vizita e Qabes është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo. E kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që bëjnë njerëzit.